Mirë mama e kohë ketëve. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte në provovim të albumit. 100% dhe më vonë 100% Don Gjuni. Në një atmosferë klasike, mes miqve e familjarëve. Don Gjoni zgjodhi ta shkruaj një kapitull të ri të karrierës së tij në mënyrën më elegante të mundshme. Ai promovoi albumin e tij të parë 100%. E fakti që në këtë mbrëmje ishte i pranishëm edhe Meriton Mjekiçi na kujtoi diçka. Se historia e Don Gjonit nuk filloi në një skenë glamoroze. Le të kthehemi pas. Ta deki sistemi nervor, unë jam jashtë toksor. Big Don Gjono po, një freestyle gjysa u bon ho. Një djalë nga Drenica ul përballë mikrofonit në emisionin e Meriton Mjekiçit dhe dha një freestyle që brenda pak ditësh u kthye në fenomen në rrjetet sociale. Videoja u bë virale, sidomos në TikTok, duke i hapur rrugën një karriere që shumë pak e kishin parashikuar. Pas freestylit erdhën hitet Make a Pause, Kokaina, Trust Me, Gjuj për Tom, Corazon, Hala dhe shumë projekte të tjera që e shndruan Don Gjonin në një nga emrat më të dëgjuar të hip-hopit shqiptar. Mirë mama e kohë ketëve. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte në provovim të albumit. Faleminderit këtë ekipës, producentave. Falenderojmë Zotin e Madh për këtë në mundësi që nga ka dhonë për me voni këtë super album gjigant. 100% dhe më vonë 100% Don Gjuni. Kështu që s'kam nevoj, s'po dija sa me thotë më vonë kamerës ma shumë, po s'knash nosh, ne. Gjatë rrugtimit pati suksese, bashkëpunime të mëdha, rekorde në platformat muzikore, por edhe sfida. Megjithatë, pavarësisht këtyre, ishte vetëm miku i tij Butrenti Meri nga kolegët e shumt që zgjodhi të ishte i pranishëm në promovimin e albumit, ku mes bisedave e përqafimeve erdhën dhe urimet. Sot, 6 vite pas atij freestyle që i ndryshoi jetën, Don Gjoni nuk prezantoi vetëm albumin e tij të parë 100%, por dëshmoi se ëndra që nisi para një mikrofoni është kthyer në një realitet të madh.